me nismën e shoqatës adhetare Mallakastra, u bëm bashk 14 shoqata adhetare me Tiranën në krye, Organizatën e Veteranëve dhe Pasardhëve të Luftës, me shoqatat adhetare Labria, Myzeqeja, Tafilbuzi, Dibra, Devolli, Gramshi, Mokra, Unioni Shqiptar Civil, Kuvendi Kombëtar Shqiptar, Lungjëria, Myslim Peza dhe Sofra Pukjane, për të festuar disi ndryshe 28 nëntorin, ditën e shpalljes së pavarësisë, me një simbolik të bukur, sikurse është promovimi i një libri me poezi që na vjen nga Medvegja me titullin Zeri im për ty Medvegj, i autores Majlinda Shaqiri, e cila është një bie Medvegjës dhe është një intelektuale me një zet të veçantë, jo vetëm në Medvegj, por në të gjitha hapësirat shqiptare. Jashtëzakonisht mirë, fituese e disa çmimeve, një intelektuale me emër siç u thash, por edhe në Kosovë, se punon në Ministrinë e Pushtetit Vendor, ka një post të rëndësishëm të Kosovës. Por, pra, do ta shikojmë edhe në aspekti letrar, në aspekti si krijuese, por do ta shikojmë se brenda atij libri kam shumë dhimbje kombëtare. Kam shumë element të asaj që ne jemi një kombë, jemi në truallin ton, kudo që jemi, pavarësisht që Presheva, Bujanoci dhe Medvegja ndodhen sot në Serbi, pra duam ta pranojmë, janë të kolonizuara nga Serbia, por ne jemi një, dhe kur themi jemi një, këtë duhet ta tregojmë vazhdimisht që jemi një, kështu që në këtë aspekt edhe auditori i cili është një niveli, domethënë për tu falenderuar në mënyrë të posaçme ata që i përgjigjen kësaj ftese pozitivisht dhe që disa prej cilëve do t'i them dhe do t'i japim atë rëndësi që ka dita e shpalljes pavarësisë, e cila pavarësi ka të bëjë edhe me Preshevën, edhe me Bujanocin, edhe me Medvegjën, edhe me Sanxhakun, edhe me Pazarin e Ri, edhe me Çamërin deri te Gjiriartës, edhe me trojet tona në Malin e Zi, me trojet tona në Maqedoni, se me Kosovën jemi bashk. Kur them në Mal të Zi, kam parasysh jo vetëm Plavën, Gucin, Ulqinin, Tivarin e të tjerë, por gjithë pjesët e atë dheut tonë. Unë falenderoj në mënyrë të posaçme Presidentin e Republikës, edhe është nder për ne që merr pjesë në këtë veprimtari, zotin Alfred Mojsiu, general Mojsiun, i cili ju përgjigj kësaj ftese me një ngrohtësi dhe me një entuziazëm që me sinqeritet është për t'u admiruar. Falenderoj Helena Kadaren, shkrimtare e madhe, njeri intelektuale me zë në Shqipëri, që na ka nderuar dhe ajo me pjesëmarrjen e saj. Falenderoj nderin e kombit, poetin e madh të kombit shqiptar, Xhevais Fahiun. Falenderoj profesorin e nderuar me emër që e mbron çështjen kombëtare shqiptare dhe vlerat e kombit dhe të historisë së Shqipërisë, Thum Gjufin. Falenderoj profesor Ksenofon Krisafin, i cili është një ndër diplomatët e shkëlqyer të Shqipërisë edhe një njeri me shumë vlera dhe që ka bërë vepra nga më të rëndësishmet, të cilat jo vetëm duhen lexuar, por duhen studiuar për çështjen kombëtare dhe për ato troje tona që janë jashtë kufive shtetëror. Faleminderit Albert Lumgoja. Vëllezër dhe motra, në fakt ne dim që Medvegja
në gjithë atë Lugin, e gjithë Lugina, po posaçërisht dhe Medvegja është thuajse nga më të varfërat, edhe nga më të diskriminuarat në Serbi. Ajo çdo ditë që vjen në sajtë një politike shoviniste, çfarrose, dje me mjete dhune, me mjete edhe të renda, i detyronin shqiptarët të shpërnguleshin, ndërsa sot me mjete që duken si të pandjeshme, po janë me të vërtet jashtëzakonisht të renda, një lloj si vrasjet, ajo shpopullohet për ditë. Nuk ka tragjedi më të madhe se sa të bësh një ligj, siç e ka bërë Serbia, i cili thot, po mos të vish, mos jetosh në Medvegj 6 muaj, të hiqet e drejta, domethënë shtetësia e drejta e votimit atje e tjera me radhë. Dhe nga ana tjetër janë po ata që nuk hapin qoftë edhe një vend pune për shqiptarët janë në Medvegj. Të kaloj një autostradë e madhe siç është, domethënë autostrada që dim që është bërë, dhe rreth 100 kilometër të saj janë që kalojnë në truallin tonë, në tokën tonë, pra kalojnë edhe përmjet Luginës. Dhe të mos kesh atje asnjë të punësuar shqiptar nga kjo Lugin e Preshev, Medvegj dhe Bujanocit. Arrijet deri aty sa nëse vete të punosh në Kosovë dhe je me targa të mjeteve të Kosovës dhe nuk je me targa të Serbisë, ty të konsiderohet kjo që je larguar nga Medvegja dhe që regjistrohesh dhe nuk e drejt me të votosh në të. Megjithse vën këta shqiptarët me Medvegjës në Zvicër, vën Gjermani, vën gjithandej dhe nuk e kanë këtë persekucion kaq të madh. Dhe kjo faktikisht ditë për ditë ose vën Serbia nuk o mundëson Luginës një universitet, por ata janë detyruar të vënë universitetet e Kosovës, universitetet e Shqipërisë, po Serbia nuk ka një diplomat, përjedhoj ata nuk mundet të marrin asnjë lloj pune atje në Lugin ku janë. Dhe kjo sa vjen edhe e bën të pabanueshme Luginën dhe djemtë e rinj, vajzat e reja gjithmonë po largohen dhe nuk ka prurje atje. Mirë po në këtë drejtim një përgjegjësi nga më të rënda do thoshja unë, e ka qoftë qeveria e Shqipërisë, qoftë edhe qeveria e Kosovës. Sepse të dyja këto qeveri, po posaçërisht Shqipëria, e cila ka dhe një nen që kemi vendosur në kushtetut, nenin 8, i cili e thot shprehimisht, Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj. Po çfarë të drejta kombëtare mbron qeveria jonë, kur kemi fenomene të tilla edhe kur Medvegja ka ta ndisur deri në këtë farfeje. Ne kemi një ministri të jashtme, po unë do vlerësonja që ne duhet kishim një zëvendës ministër të jashtëm, i cili sa herë bëhen analiza e tjera, të jep të llogari thjesht dhe vetëm se si realisht i gëzojnë lirit dhe drejtat e njeriut, lirit dhe drejtat kombëtare, kjo pjesë e atë dheu ton që është jashtë kufive të Shqipërisë dhe që është edhe në territore të shteteve tjera, posaçërisht të Serbisë, që po flasim për rastin konkret. Ulërin serbët për të drejta dhe liri të serbëve të tyre dhe gëzojnë më shumë se sa gëzojmë ne shqiptarët atje në Kosovë, apo edhe ndonjë shoqat këtu në Shqipëri, sepse në këtë drejtim ne jo vetëm ligjin, po jemi shembull për të respektuar pakicat kombëtare apo identitetet e ndryshme. Por kur vjen problemi, ne jemi nga më të pazotët, nga më njerëzit edhe institucionet
që nuk e ngrem zërin, përkundrazi jemi të mekur për të kërkuar të paktën një lloj barazitizmi, një lloj siç i gëzon, t'i gëzoj edhe unë andej. Dhe në këtë drejtim s'ka reflektim edhe ndaj institucioneve të tjera ndërkombëtare për ta ndalur këtë masakër që vazhdon në luginën e Preshevës. Kështu që ne me të vërtet promovojmë sot një libër që të gjitha këto që unë thash, që janë dhimbje shpirti, po janë edhe klithma, edhe mesazhe që jepen, ne të dim si t'i përcjellim edhe në institucionet e shtetit këtu të Republikës Shqipërisë, po edhe të Republikës së Kosovës.